Unë më thonë drejtën dola me folë, po kërkoj ndjes nëse nuk arri me folë, sepse ne që kemi punu me personat e zhdukur, se të mos 3 vitet fundit ne kemi jetu me Sinanin. Ne kemi jetu me pamjet mizore që vetëm një kriminal sërb ka ditë me i bonda një fëmijë 9 vjeçar. Shumë e dashur familja e Sinan Dautit, dashur i bab i Sinanit, shumë e dashura nan heroin e Sinanit, familjarët e tjerë të Sinanit, e nderuara presidente, ushtrues e tyres e presidentës së Republikës Kosovës, zonja Agjiu, ministre, zonja Bogojevci, nën kryetari komunës së Skenderajt, zoti Nura, kryetari OVL-s, zoti Gucati, nderuar major, nderuar kushtrim, të nderuar shoqata të dalja nga lufta, familjarët e dëshmorëve, invalidët e veteranët e luftës. Sot jemi mbledhur këtu, jo vetëm për të bërë një ceremoni varrimi, por për të vendosur në ndhe një plagë që për më shumë se 2 dekada ka mbetur e hapur. Sinan Dauti nuk ishte as ushtar, nuk ishte as pjesë e ndonjë betejë, ishte vetëm një familje. Vetëm pak javë pa i mbushur 9 vjetë. Në atë moshë Sinani do duhet ishte në shkollë, jo në listat e të zhdukurve për 27 vite. Do të mbante libra në duar, jo plumba në barkën e tij. Dhe pikërisht kjo e bën historinë e tij edhe më të rëndë, edhe më të dhimbshme, edhe më të papranueshme për çdo shoqëri që pretendon të quhet njerëzore. Krimi ndaj Sinanit të vogël nuk është vetëm një akt barbar, është një tregues i qartë se deri ku mund të shkoj urrëtia kur humbet çdo kufi njerëzor dhe që shndrohet në një monstrum mizor. Në pranverën e vitit 1999, në kulminin e politike shtetërore të spastrimit etnik dhe gjenocidit, forcat serbe granatuan vendbanimet civile në Drenicë, me qëllim shfarosjen dhe dëbimin e popullsisë shqiptare. Familja Dauti, si shumë familje tjera në Kosovë, kërkoi shpëtim. Gra dhe fëmijë u strehuan në një podrum, duke besuar se aty do të gjenin siguri. Por edhe aty nuk ishte më asnjë kufi njerëzor, sepse sipas dëshmisë së Antonit që gjendet këtu, djalit e Axhës së Sinanit, që është po i njëjtës moshë me Sinanin. Gjatë përpjekjes për të strehuar, disa anëtar të familjes u plagosën, përfshirë edhe Antonin. Në podrumin që strehuar gra dhe fëmijë, kriminalet serb hapen zjarr me armë automatike dhe në atë moment tragjik në duart e nënës së tij, po ashtu të plagosur, lumnijës u plagos rënd edhe Sinani. Thjesht një fëmijë, thjesht një jetë që sapo kishte filluar jetën e tij. Nëna e tij, heroin, e plagosur vetë, e barti në shpinë, duke luftuar për ta shpëtuar nga prekazi deri në klinë të ulët. Pastaj dërguar në spitalin në Mitrovic, por familja nuk u lejua ta shoqëronte. Dhe pas pak ditësh, erdhi vetëm një lajm. Sinani nuk ka mbijetuar, kaq. As Sinanin, as trupin, as gjë tjetër. Për afër 27 vite, nëna e tij dhe familja e tij jetuan pa e ditur ku është trupi i djalit të tyre. Sinani ka qenë në listën e personave të zhdukur deri në momentin kur mbetjet mërtore u gjetën në Suodoll në periferi të Mitrovicës. Kjo është pesha e rëndë e krimit, jo vetëm vrasja, por edhe zhdukja, edhe pritja e pafund për të vërtetën. Një gjë ka me bërë të theksoj se institucionet dhe shumë punonës, herojnë të heshtur brenda tyre, emrat e të cilëve shpesh herë mbeten dhe pa përmendur, asnjëherë nuk kanë hequr dorë nga angazhimi për të vërtetën dhe zbardhjen e fatit të shumë personave që kanë qenë dhe janë në listën e personave të zhdukur. Krahas angazhimit të Komisionit Qeveritar Personave të Zhdukur, Institutit Mjekësisë Ligjore, Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq, rol shumë të rëndësishëm në këtë rast ka luajtur edhe këmbgulësia dhe puna e palodhshme e drejtorisë së Policisë Kosovës për hetimin e krimeve të luftës, sektori për personat të zhdukur. Të nderuar pranishëm, gjetja e mbetjeve mërtore jep familjes mundësinë që të kryejë ceremoninë e varrimit dhe të ketë një vend ku të kujtojë të afërmin e tyre, por dhimbja e tyre nuk mbyllet kurrë. Sepse kjo nuk është vetëm historia një familje, kjo është historia një populli që u përball me gjenocid me një plan të qartë nga shteti serb. Dhe për këtë plan Serbia ka përgjegjësi. Dhe për këtë krim Serbia ka borxh.
borç ndaj familjes Tauti, borç ndaj çdo familje që humbi më dashurit e tyre, borç ndaj drejtësisë. Krahas dhimbjes që ka familja Tauti sot, ju dhe ne duhet të ndihemi edhe krenar. Sepse ne ishim në të drejtën tonë, sepse ne sakrifikuam shumë, sakrifikuam gjithçka dhe në fund ne fituam. Ne jetojmë të lirë dhe kemi shtetin tonë Republikën e Kosovës. Serbia ka humbur luftën, por drejtësia për krimet e tyre nuk është vënë ende në vend. Ndërkaq, institucionet e Republikës Kosovës do të vazhdojnë të angazhohen për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur dhe për kërkimin e drejtësisë për viktimat, sepse ne kemi detyrim që kurrë mos pushojmë së kërkuari llogari për krimet që Serbia i ka bërë ndaj nesh. Shpreh ngushëllimet tona të sinqerta ndaj familjes Dauti dhe nderimin më të lartë për kujtimin e Sinanit. Lavdi martirëve dhe dëshmorëve të rënë përgjigje.